do me thënë po themi një legalizimi i vrasjes. Dhe në Shkodër pastaj ndodhi vrasja më e parë ndaj një biznesmenit madh, biznesmenit Kastrati që ishte kambist, pastaj një kambist tjetër dhe nisi po themi një seri krimesh dhe mori po themi drejtën e qytetarisë, vrasja, krimi, palishmëria. Ndërkohë me çështjen e pronave, këtu kemi të bëjmë për një konvikt vjetër shkollës rezervave. I kemi pamet besoj. Ku unë besoj që rinisja ose rihapja e kësaj çështjes ka nisë tani po duket me zhvillimin e Shkodrës ka nisë ethet e pallateve, ethet e kërkesës për ndërtim dhe ka plasur po themi një epidemi shumë më madhe. Unë shoh edhe të njerëzit e mi në Shkodër, bëjmë shaka. Kjo është histori e vjetër, ama. Po, është histori shumë e vjetër. Është histori e vjetër, pra nuk ka lidhje me bumin. Ndoshta bumi i ka dhënë një themi një do të thënë bumi incitivitet që për të zhvilluar, por kjo është një çështje e vjetër dhe domethënë e gjithë çështja e vrasjes e gjyqtarit në sallën e gjyqit është bërë në mënyrë e paramentuar, e përcaktuar. Çështja si e shikojnë se kjo çështje në fakt ka shumë në gjithë Shqipërinë, përfshirë dhe Tiranën. Pra këtu kemi, siç e kuptojnë, disa banorë cilët pas 92-shit ju bë thirrje atëherë që hajde në Tiranë, hajde në këtej, pra ikni nga zonat e temi e pashvilluar etj. Zaptonit nuk u tha tamam kështu, po u tha ideja ikni dhe hajde në qytetet. Dy momente ka Shqipëria. Po megjithatë kjo shprehja të mbush në pluma. Mos e kufizojmë gjë. Jo, një sekondë. Mos e kufizojmë gjën te një çështje konkrete. Jo, po se çështja konkrete na ndihmon ta përgjigjsojmë. Parimin, ja kush parimi. Patjetër, po vetëm çështja konkrete është. Ta fillojmë herë. Këto janë njerëz që kanë ardhur sepse vinë nga zona të varfra dhe vinë në qytet. Me tyren ka hyrë në një pronë që ishte shtetërore, pra që nuk ishte pronë private, dhe befas pastaj ndodhë një komplikim tjetër në 2012 që është ndryshe situata. Si është? Tani, po thime në të qasin, ato nuk kanë hyrë si pushtues aty. Jo, nuk kanë hyrë. Kanë strehuar. Për strehuar nga Bashkia e Shkodrës. Po pra po, dakord. Megjithatë është shteti. I ka bërë shteti. Nuk mund thoj, domethënë unë këtë konflikt pronash do ta zgjidh duke vrarë gjyqtarin. Por nuk mos u merr skandaloze. Po pra një mos e kaloni problem. Ka përcjell kështu. Por do ta shohim gjenezën. Ta shohim gjenezën. Ka shkak dhe pasojë. Nuk ka kurrë asnjë lloj sherrri, asnjë lloj pasojë pa shkak. Pa shkak, patjetër. Fillon shkaku. Shkaku fillon këtu. Tani dy momente me që hapi lojën kolet e por. Dy momente ka Shqipëria të pushtimit në lloj forme jo normal. Një është 45 që zbritën gjithë partizantë, drejtë shejtanë atomje, hoqën ekonomiste, juriste, inxhinierë, pronare, i zorë nga shtëpitë, hillin leckat e gjitha gjëra, pushtun, po 45 vjet pastaj 90-ën pra pushtimi i dytë në të lloj forme dhe i bashkon fakti që në dy rastet u cunu prona private. Bravo. Tani, në çdo vend të botës, dy ka patjetërsueshëm thëmë. Liria, që është edhe vota, edhe prona. Prona është shejt, pse thotë nuk thuhet vota, po prona, sepse njeriu punon gjithë jetën për të lënë një trashëgimi, një shtëpi për të futur kokën. Që duhet ta kuptojmë. Tani, mos e ngatrohu ti, Dashi, sepse mendoj që kjo lloj prone te historiku kësaj prone. Nuk po merrem me këtë. Nuk po merrem me këtë rast. Mos merrem me rastin. Tani kthehemi. 7501. 7501. Unë që flasë këtu, jam një person që kam trashëguar nga gjyqi prona, s'kam marrë si metrën katon tim. Gjithaj kam marrë. Bilës historia është. Po kush i ka ato? Në 2005 kur vate për herë të parë për kandiduar, 2 javë nuk pranonin në përkatune. Se kundërshtari që ishte PS thoshin që ka ardhur t'ju marrë prona, t'ju marrë tokat. Pra, është krijuar kjo lloj. Tani je i vetmi vend në botë që ke akoma, më lutem, që ke për 7.000 pra ta kthejmë. Ne themi ujku që ka. Ligji i fermave është më i keq ose punave tjera. Po fermat që më pak se 7.000 ka kooperativa më shumë. Jo më se si territor ka më shumë 7.500, jemi qartë, jemi qartë. Tani është turpshë që mas 35 vjet thotë ish pronar. Pushtuesit janë pronar.
Ish pronari nuk ka dhe asë Ju lutem regjia për rastin konkret, se prapë duhet rrim te rasti konkret. Ju jam dërguar që ta ndihmon debatin. Mos e mbyll. Hap, mos e mbyll. Ju lutem regjia, ka një status i cili Brisida ti që shkruan Josefina Traboini. E cila thot, nuk e njoh filanin, pra Gjon Shkami, Gjovelin Shkami, unë njoh Pal Shkamin, etj, pra në thelb kjo thot Brisida që prona në fakt është e tjetër kujt. Është e tjetër kujt. Edhe toka dhe gjitha. Dhe ata që zihen janë persona që nuk kanë historik dhe nuk kanë trashëgimi mbi ato. Pra shikon dash, pra në flasim për nëse kjo është e vërtet, apo jo Ylli. Pra kemi një palë e cila është investuar, ka paguar para, ka paguar legalizimin dhe ka marrë hipotekën e një prone, të zënë nga disa të tjerë që janë strehuar po nga bashkia. Fisi Shkambi e ka marrë pronën me certifikata po nga bashkia. Dhe nga ana tjetër shikojmë që pronari i vërtet, nëse kjo është e vërtet, është ajo. Ngjarja, pra shqiptarë që vriten me njëri tjetrin. Fundorja është ngjarja vrasja të